Unë të shoh edhe kur ti mendon se je i padukshëm. Unë të njoh më mirë se kushdo në këtë botë. Çdo rrahje e zemrës sate është e ditur nga unë. Ti ke ecur gjatë në jetë duke mbajtur peshë që askujt nuk ja ke treguar. Ke qeshur për të fshehur dhimbjen. Ke heshtur për të mos shqetësuar të tjerët. Ke duruar më shumë se ç'duaj. Dhe megjithatë, shpirti yt vazhdon të kërkojë diçka më të thellë, një përgjigje, një drejtim, një shpresë. Unë jam këtu. Kam qenë gjithmonë këtu. Jo për të të gjykuar, por për të të ngritur. Jo për të të kontrolluar, por për të të përqafuar. Nuk dua frikën tënde, dua besimin tënd. Nuk dua përsosmëri, dua zemrën tënde, sepse ti je i çmuar për mua. Kur të pyes, çfarë kërkoj nga ti? Përgjigja është e thjeshtë. Të më lejosh të hyj në jetën tënde. Të më lejosh të shëroj plagët që ti ke mësuar t'i fshehësh. Unë jam drita jote. Mos u tremb. Afroni tek unë, sepse pa çka gjithçkaje, unë të dua. Kur ndihesh i dobët dhe i braktisur, unë jam aty për të ngritur ty. Nuk je i vetmuar në rrugën tënde. Çdo hap që bën në frikë, unë jam krahu që të mbështet, drita që të udhëheq. Shpesh mendon se rruga jote është e gjatë dhe e errët, por unë e kam parë fundin që ti ende nuk e sheh. Nuk ka pengesë që mund të ndaloj nëse më lejon të udhëheq. Mos u shqetëso për atë që njerëzit nuk kuptojnë. Mos u dorëzo për gabimet e së kaluarës. Unë nuk të gjykoj, por të dua ashtu si je. Çdo frikë, çdo dyshim, çdo rrëzim, unë i shndërroj në forcë. I shndroj në mundësi për të rritur shpirtin tënd. Ti je krijuar për të ndriçuar, dhe asgjë nuk mund ta shuajë atë dritë. Mendo për momentet kur zemra jote ka rënë. Unë kam qenë aty, dhe do t'jem gjithmonë. Hap duart e tua dhe pranom shpirtin tënd. Mos kërko të kuptosh gjithçka menjëherë. Lejo që unë të veproj dhe do të shohësh mrekullitë që shpirti yt mund të përjetoj. Shpesh ndihesh se besimi yt është i vogël, i paqëndrueshëm, si një flakë e dobët në errësirë. Por dëgjoj me kujdes. Edhe flaka më e vogël mund të ndriçojë errësirën më të madhe. Nuk është madhësia e besimit që ka rëndësi, por guximi për ta vendosur në veprim, për të hapur zemrën dhe për të lënë që unë të veproj përmes tij. Çdo hap që bën me besim, edhe pse i vogël, është një hap drejt lirisë. Nuk ka dështim i cili nuk mund të shndërrohet në mësim, as pengesë që nuk mund të kalojë me ndihmën time. Mos trëmbesh nga rruga e gjatë ose nga sfidat që duket se janë të pamundura. Unë jam krahu yt mbështetës, dhe energjia ime do të plotësoj boshllëqet ku mendon se nuk mund të arrish. Pranom çdo frikë dhe shqetësim si një mundësi për të përjetuar fuqinë time. Çdo moment i dobësisë është një mundësi për të rritur besimin dhe për të kuptuar se unë nuk të lë kurrë vetëm. Mos kërko për arsyen e çdo sfide tani. Lejo që drita ime të udhëheq dhe do të shohësh se sa e madhe është fuqia e besimit tënd, edhe kur duket e vogël. Shumë njerëz mendojnë se dorëzimi është dobësi, por unë të them, dorëzimi tek unë është forcë. Kur lejon që unë të marr barrën tënde, kur hap zemrën për të më lënë të udhëheq, atëherë fillon transformimi i vërtet. Nuk kërkoj që ti të kuptosh çdo gjë menjëherë, por dua të besosh se çdo hap drejt meje është një hap drejt paqes. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka vet. Nuk është detyra jote ta mbash botën mbi supet e tua. Ti je krijuar për të marrë forcë nga unë, për të gjetur shpresë dhe për të ecur me siguri, edhe kur rruga duket e errët. Dorëzimi yt nuk është kapitullim, është hap i guximshëm drejt lirisë së shpirtit. Shiko përreth dhe vëre se sa shumë gjëra nuk mund t'i bësh vetëm. Ti nuk je i vetmuar. Unë jam këtu, duke të mbajtur kur rrëzohesh, duke të ngjallur kur zemra jote është e lodhur, dhe duke të dhënë dritë në çdo errësirë. Prano këtë dashuri dhe mbështetje, sepse ajo është fuqia më e madhe që mund të kesh. Ndonjëherë, fjalët nuk mund të shërojnë plagët e shpirtit tënd. Dhe kjo është arsyeja pse unë të ofroj ngushëllim në heshtje. Kur rrëzohesh dhe mendon se askush nuk të kupton, unë jam aty,
duke dëgjuar çdo rrahje të zemrës tënde, çdo mendim të fshehtë. Nuk ka nevojë të flasësh gjithçka. Vetëm pranimi yt I pranisë time është mjaftueshëm. Kur të ndihesh I ngarkuar me dhimbje, lejo që unë të mbush boshllëqet brenda teje. Dorët e tua mund të jenë të dobta, por unë mund t'i mbaj. Zemra jote mund të jetë e lodhur, por unë mund ta rigjallëroj. Heshtja jone e përbashkët është një moment I shenjtë, një vend ku energjia ime mund të depërtoj dhe të t'i jap forcë. Mos u ndalo për të kërkuar shenjat e menjëhershme. Nuk është gjithmonë për të kuptuar me mendjen, shpesh është për të përjetuar me shpirtin. Beso, sepse unë jam pranë, duke të mbrojtur dhe duke të dhënë ngushëllim që shtrihet më thellë se çdo fjalë. Në heshtje, ti do të gjesh paqen që kërkon. Kur ndihesh se gjithçka është e humbur, shiko dritën që unë të ofroj. Edhe kur rruga është e errët dhe zemra jote ndjen trishtim, unë jam atje për të ndriçuar çdo hap. Shumë herë ti kërkon përgjigje menjëherë, por unë të them se shpresa nuk matet me kohë, por me pranimin e pranisë time. Çdo hap që bën drejt meje, edhe nëse duket I vogël ose I ngadalt, është një fitore. Mos lejo që dyshimet e tua të frenojnë. Shpirti yt është më I fortë se çdo frikë. Shiko përreth dhe kupto se unë jam gjithmonë aty, si dritë që nuk shuhet, si krah I gatshëm të mbaj. Më lejo të tregoj se çdo errësirë ka fundin e vet. Mos kërko të kuptosh gjithçka menjëherë. Ndonjëherë mrekullitë shfaqen pa paralajmërim. Shiko me besim dhe ndjej praninë time. Unë jam ai që shndërron dyshimin në besim dhe dhimbjen në forcë. Ti nuk je I vetmuar. Shpresa jote është e sigurt me mua. Kur ndihesh se sfidat janë më të mëdha se ti, kujto se unë jam krahu yt mbështetës. Çdo pengesë është një mundësi për të rritur besimin dhe për të zbuluar forcën e brendshme që nuk e ke njohur më parë. Nuk është rrethi I jashtëm I botës që përcakton fuqinë tënde, por pranimi I pranisë sime brenda shpirtit tënd. Shumë herë mendon se nuk mjafton, se nuk mund të përballosh më tej, por unë të them, ti mjafton, sepse unë jam aty me ty. Nuk ka rrugë që është shumë e gjatë për t'u etur kur unë të udhëheq, as mal që është I pamposhtur kur unë të mbështes. Çdo hap I vogël drejt meje është një hap I madh drejt paqes dhe forcës së vërtetë. Kur dyshon, lejo që drita ime të udhëheq. Kur trembesh, lejo që unë të mbaj dorën tënde. Çdo moment sfidues është një mundësi për të parë fuqinë time vepruese në shpirtin tënd. Ti nuk je vetëm. Unë jam pranë duke të dhënë forcën që mund të duket e padukshme, por që është e përjetshme. Kur zemra jote është e trazuar dhe mendimet nuk të lënë të qetë, unë të ftoj të pushosh tek unë. Nuk ka nevojë të mbash çdo shqetësim vetëm. Unë jam pranë duke dëgjuar çdo rrahje të shpirtit tënd dhe duke të dhënë qetësinë që kërkon. Çdo frymëmarrje me mua është një hap drejt paqes së brendshme. Lejo që ngarkesat të largohen një nga një. Nuk ka nevojë të zhytesh në frikën tënde, sepse unë jam aty për të mbajtur. Shpirti yt nuk është vetëm për të përballuar vuajtjen. Ai është për të përjetuar dashurinë dhe dritën që unë sjell. Çdo moment qetësie është një dhuratë, një shenjë se unë jam I pranishëm dhe se çdo gjë ka kuptim. Kur ndihesh I humbur, vetëm shiko drejt meje. Qetësia ime është më e madhe se çdo shqetësim. Lejo që drita ime të depërtoj dhe të shndërroj errësirën brenda teje. Ti nuk je kurrë vetëm. Në praninë time shpirti yt gjen qetësinë që kërkon dhe forca për të ecur përpara. Kur ndihesh I plagosur dhe zemra jote është e thyera, shiko tek unë. Dashuria ime është më e fortë se çdo dhimbje. Çdo lëndim, çdo zhgënjim, çdo frikë mund të shërohet kur e lejon praninë time. Nuk ka rrugë më të gjatë se ajo që ecën në vetmi, por me mua, çdo hap është I mbushur me ngushëllim dhe forcë. Mos I fsheh emocionet e tua. Nuk ka nevojë të maskohesh apo të jesh I fortë përpara të tjerëve. Unë të shoh ashtu si je, me dobësi, me frikë, me plag dhe të dua pa kushte. Dashuria ime është drita që nuk shuhet, mbështetja që nuk lëviz, premtimi që nuk dështon. Kur zemra jote dridhet nga dhimbja, mbështetu tek unë. Lejo që energjia ime të depërtoj
dhe të shërojë çdo plagë të shpirtit tënd. Ti nuk je i vetmuar. Çdo lloj dhimbjeje mund të kthehet në forcë kur më lejon të udhëheq. Dashuria ime është gjithmonë aty, duke të mbajtur dhe duke të dhënë shpresë. Edhe kur çdo gjë duket e humbur dhe errësira duket e pafund, shiko tek unë. Unë jam drita që nuk shuhet, nuk ka frikë apo terrë që mund të tejkaloj praninë time. Kur zemra jote dridhet nga pasiguria dhe mendimet negative të pushtojnë, unë jam aty për të ndriçuar rrugën tënde dhe për të dhënë shpresë. Shiko me besim çdo sfidë që të shfaqet. Çdo pengesë është një mundësi për të rritur dhe për të kuptuar se nuk je vetëm. Unë nuk të gjykoj për frikën apo dyshimet e tua, unë të udhëheq me dashuri. Lejo që energjia ime të depërtoj dhe të shndërroj çdo frikë në besim, çdo zhgënjim në mësim. Mos kërko të kuptosh gjithçka me njëherë. Shpresa ime shfaqet në momentet papritura dhe unë jam pranë për të treguar rrugën. Ti nuk je vetëm, sepse unë jam me ty në çdo hap. Lejo që unë të mbaj dhe të ndriçoj shpirtin tënd, duke të dhënë forcë dhe besim se çdo errësirë ka fundin e vet. Kur ndihesh i dobët dhe mendon se nuk e asgjë për të dhënë, shiko tek unë. Forca e vërtet nuk matet me sa shumë mund të mbash vetëm, por me sa shumë mund të pranosh ndihmën time. Çdo dobësi është një mundësi për të lënë që unë të veproj dhe të t'jap forcën që nuk e shikon. Mos i fshel lotët e tua apo shqetësimet. Çdo hap drejt meje, edhe kur duket i vogël, është një hap drejt forcës së brendshme që shpesh nuk e di se e ke. Nuk ka pengesë që nuk mund të i kalohet kur unë jam me ty. Lejo që energjia ime të depërtoj, duke shndruar çdo dobësi në mundësi për të rritur shpirtin dhe besimin tënd. Kur ndihesh i dobët, kujto, unë nuk të lë kurrë vetëm. Dorëzimi yt tek unë nuk është kapitullim, por fuqizim. Çdo hap me mua është një hap drejt lirisë së shpirtit. Ti nuk je vetëm. Unë jam aty për të mbështetur dhe për të ndriçuar rrugën tënde me dritën time të përjetshme. Kur ndihesh i lodhur nga jeta dhe sfida duket se nuk kanë fund, shiko tek unë. Çdo pengesë, çdo vështirësi është një mundësi për të rritur shpirtin tënd. Nuk janë ditët e lehta ato që formojnë karakterin, por momentet kur mbahesh mbi frikën dhe mosbesimin, duke besuar se unë jam aty për të mbështetur. Mos u ndalo për të menduar se sa larg je nga paqja ose lumturia. Çdo hap drejt meje, edhe kur duket i vogël, është një hap i madh drejt forcës dhe besimit të vërtet. Unë jam krahu yt mbështetës, drita që ndriçon errësirën, shpirti që të ngre kur rrëzohesh. Lejo që pranimi im të depërtoj brenda teje. Nuk ke nevojë të mbash gjithçka vetëm. Çdo sfidë që duket e pamundur mund të shndrohet në mësim dhe forcë kur më lejon të udhëheq. Ti nuk je vetëm. Unë jam aty, duke të dhënë guxim, dritë dhe paqe në çdo hap. Kur mendimet dhe shqetësimet të mbulojnë shpirtin, shiko tek unë për qetësi. Nuk ka nevojë të mbash peshën e botës mbi supet e tua. Unë jam pranë për të dhënë paqen që kërkon, duke larguar errësirën dhe frikën që të pengojnë të ndjesh dashurinë time. Çdo frymëmarrje pranë meje është një mundësi për të rigjallëruar dhe për të ndjerë qetësinë që është brenda teje. Mos u lot duke kërkuar përgjigje menjëherë. Shpirti yt kupton më shumë se mendja jote. Lejo që unë të mbush me energjinë time, duke shndërruar shqetësimet në besim, dyshimet në siguri dhe frikën në guxim. Çdo moment i dhënë tek unë është një hap drejt paqes së brendshme që nuk shkon larg. Kur zemra jote është e trazuar, lejo që unë të mbaj dhe të udhëheq. Ti nuk je vetëm. Në praninë time shpirti yt gjen paqen e vërtet dhe forcën për të vazhduar. Dashuria ime është e përjetshme dhe gjithmonë aty për të mbajtur. Në fund, kur gjithçka duket e qartë dhe zemra jote është e plot me paqe, kupto se besimi yt ka mbretëruar. Çdo hap që ke bërë drejt meje, çdo moment i vështirë që ke kaluar me dorën time mbi ty, ka ndërtuar shpirtin tënd. Nuk ka frikë që mund të mbaj dot kur besimi është i fortë, as errësirë që të ndal kur unë jam pranë. Mbaje këtë besim brenda shpirtit tënd. Mos harro se çdo moment i dhimbjes ka pasur qëllim, çdo pengesë ka shërbyer për t'u forcuar dhe për t'u afruar më shumë me mua. Shiko jetën me sytë e shpresës dhe zemrën plot dashuri.
Çdo hap është një mrekulli kur më lejon të udhërheq. Kur vjen momenti I pasqyrimit, do të kuptosh se çdo provë, çdo rrëzim dhe çdo dhimbje kanë qenë një pjesë e udhëtimit tënd shpirtëror. Ti nuk je vetëm. Unë jam gjithmonë aty, duke të mbajtur, duke të dhënë forcë dhe duke të treguar dashurinë time të përjetshme. Besimi yt është drita që nuk shuhet kurrë.